U kthejmë në studio për të folur në lidhje me komunën e Suarikës, të arriturat atje dhe sfidat që kanë qenë për këto 4 vite mandat sa kishte kryetari Palima Remaj. Zotrima Remaj, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Faleminderit për juve. Kryetar, si kanë shkuar këto 4 vite në komunën e Suarikës, cilat kanë qenë sfidat kryesore në këtë komunë dhe a keni arritur të implementoni shumicën e planeve që ju e keni paraparë për komunën e Suarikës në këto 4 vite mandat? Po, me thonë të drejtën shumicën e projektet që kena pas të paraparë dhe që kena pas të ultimi kema arrit në realizue. Një dhe sfidat më të mëdha në kanë përcjell të 3 vitet e fundit kontratat kolektive, ku prafësisht diku mbi 9 milionera kanë marrë nga buxheti i komunës për mi kry këto kontrata. Edhe pse Një shumë goxha e madhe, kryetar. Për komunën tonë është shumë e madhe, pasi jemi një komunë e mesme, po sot qoftë ne kemi arriti të kalojmë të sfida, vetëm këtë vit, domethënë deri tash para një muaji kanë marrë diku më zgabofsha 1.1, tash kemi një konfirmim që ta marrë 1.5. Vitin e kaluar kanë marrë diku 4.5, edhe në 2020 1.5, domethënë vlerat prapësisht diku 9 milionera, po sot qoftë po mundohemi këto shpastina me mbulu me tyra tjera nga donatorët, nga ministri, kështu që edhe të vazhdojmë me punu. Kjo është një sfidë, tjera sfida s'kem pas, nuk na kanë përcjellë për këtë mandat. Ka shumë rësi, ka shumë punë, ka shumë zhvillime, ka shumë ndryshime shtetin e Suarikës. Një ndër projektet më të mëdha është përfundimi i rrugës Skënderbeu, që ka përfshirë autostradën, një rrugë me 4 kursi, me standarde europiane, me gjithë infrastrukturën nëntoksore. Ne ashtu jemi në përfundim të sheshi pjesa 2, që është një projekt mjaft i madh. Kem kryer shtëpinë e kulturës, domethënë u bytyçi, që është vlera prafësisht 10 milionë. Sa i përket qerdhës, po ndohet prim në Republikën e Kosovës, komuna Suarikës momentalisht ka 9 qerdhe të fëmijëve në komunën e Suarikës. Salla sportive çdo vit kemi ndërtu nga 3 salla sportive në përfshatra. Jemi në të punu në salla sportive në Bukosh, po fillojmë shumë shpejt në fshatin e Peçan. Ne ashtu kemi ndërtuar shtëpinë e kulturës në Moshtes të Afrodita, që kemi prerur para më zgabofsha diku para 2 muaje. Jemi të ndërtuar dhe shkolla në buxhet komunal, vitin e kaluar kemi kryer shkolla në fshatin Mashteb, shumë shpejt do startojmë në fshatin e Përbishtë, në shkollë kemi nevojë. Kemi punuar sa i përket turizmit, infrastrukturën, kuptohet në përfshatra, ujë, kanalizim, rrugë, parqe, konde, lojna për fëmijë. Që kemi bërë shumë punë që shihen në komunën e Suarikës, një shtet i pasur komplet si komunën e Suarikës, me plot lule në qytet, kështu që kem pas ndryshime, të i falendruar gjitha këto ndryshime kanë marrë, të i falendruar shtetarët edhe biznesin e Suarikës, në kanë një përshkruar mjaft madhe. Kryetar, unë kam pa që jeni shumë aktive dhe në për fshatra, pa bani dëgjime publike, e sidomos në ato që kanë të bëjnë me buxhetin, diçka që jo shpesh shihet edhe shumë interesim të qytetarëve për të marrë pjesë në këto dëgjime publike. Është proponë me ligj, tash në fund të muajit të në fund të këtij muaji shkon kurriza për 3 vjeçare, domethënë ne kemi obligim me dalë në përfshatra dhe marrën kërkesat e qytetarëve. Mandej ne çka kemi mundësi me shtim buxhet shtim, domethënë, po buxheti historik dohet bazë numrit të banorëve. Domethënë se kemi shkuar natë me to. Mundohemi me këto kërkesat pa dalë në terren, pa biseduar me banorët në përfshatra në vjedisë të kanë kërkesat, kështu që është obligimi joni më shumë kontroll në nxyrë, por çdo mos terren duhet ta përcjellim. Edhe punë që kryen vazhdimisht në terren, përcjellëm në shtonë sekretar vetëm inspektor punimit, po përgjithësi kryesore kanë mbikëqyrësat, ato statikat, mapi rrezikë, çdo fund duhet të dorëzohen. Po çdo çoftë ne po tham ka pasur ndryshime mjaft të mëdha në komunën e Suarikës për këto 4 vite. Kryetar, tashmë është vera edhe na vinë edhe mërgjimtarët, a keni bërë diçka në lidhje me lehtësimin e kësaj periudhe, duke ditur se ka goxha shumë njerëz që jetojnë jashtë vendit edhe nga komuna e Suarikës? Fillon të drejtën vazhdimisht për që bëjë kryetarë, parkingjet i lëshojmë, shkolla pasi se shkolla kanë në pushet. Qytetarët do të thonë diasporës që s'paku me hub sa më pak kohë për rregullimin e dokumentave, të kalojnë me familjen parkingun e komunës, ne ashtu të gjenda civile e shtojmë orarin e punës për shkak të këtij punë më shumë. Ne ashtu kemi takime të rregulla, bashkë bisedojmë për zhvillimin ekonomik në komunën tonë. Këto janë bisedat tona që zhvilluan me diasporës, dhe mos prej 15 korrikut deri në fund të ngushtit ndryshon komuna e Suarikës, për arsye se kemi numër mjaft madh të diasporës që vinë të vendit përfundimit dhe që shteti i Suarikës qëndrohet në rrugën e pestë.
Kryetare, ndërkaq sa i përket gjendjes në arsim më intereson, sa keni arritur të bëni digitalizimin e shkollave, duke ditur se është pjesë e plan punusve të mësimdhënësve, pra për shkak të kurrikulave të reja, gjithsesi duhet të parashihet që të ketë edhe digitalizim në shkolla. A keni arritur të bëni në këtë pjesë, sa keni arritur të implementoni planet të arsimit? Jemi të punu vazhdimisht me performancë dhe punë për vitin e kaluar kemi pas 100 pikë, domethënë se përket sektorit të arsimit, është dhe njërsi, për shembull ne kemi edhe kamerat e vendosur në shtetin e Sorrekës, kemi vendosur kamera para 10 vite 2 javë komplet e kemi mbuluar fshatin Moshtesh. Kjo është më shumë për shkak të sigurisë. Mirë po jemi në rregull, domethënë ose përket shkollës, ose sa përket këtij sistemi, po mund të thonë që derisa kemi 100 pikë de performancë ne jemi të kënaqur me punën e arsimtarëve dhe profesorëve në shkollat e komunës së Sorrekës. Kemi mjaft nxënësa të mirë, mjaft aktiv, shihen edhe për grupe punuese, shihen edhe për gorat që marrin krize, ose çfarë jemi të kënaqur me punën që zhvillohet në arsim. Kryetar, po në kulturë, sa keni arritur të punoni duke ditur se mjaft këngëtar të estradës tonë vinë edhe prej atij vendi, unë kam parë që keni përruar një shtëpi të kulturës atje, mirë po, çka tjetër është bërë sa i përket çështjes së kulturës në komunën e Soarrikës? Mirë thonë të drejtën, në kulturë dhe në sport, po mdoket që jemi nishin në Kosovë, po folin bazë numrit banorëve, ne jemi në komunë mesme, shiqoni kemi klubet në Super League, kemi klubet që marrin pjesë në Conference League, klubin e basketbollit, klubin e futbollit, klubet e voleybollit femrave, kemi tenisit, kemi judos. Sa përket kulturës, kuptohet se shtëpinë e kulturës një ndër shtëpiat më të mira në Kosovë, shtëpia e kulturës u Bytyt që në qendër të shtetit, njashtu kemi edhe shtëpinë e kulturës në fshatin e Moshtesh, kemi ndërtuar. Startojmë në shtëpiat kulturës në përfshatat tjera, por zotë ne jemi të kënaqur me aktivitetin që zhvillon. Ne patëm rast para disa ditë ke dita e shkrimit Sorrek Trama Qeshori, komplet artistat e komunës së Sorrekës e kanë zhvilluar koncertin që është marrë në shesh dikun prej orës 20 pas ditët e orë të mbrëmjes. Këtë është bom artista, po them me prodhime vendore me artistat tonë komunës së Sorrekës. Me gjitha t'ju, jeni shumë lokalist si duket kryetar, apo jo? Si ne kemë dhënë që sa, ne ju kemë dhënë edhe komuna tjera, ne kemi për shembull bilbilet e Moshtishit, do të thonë që e mburët juve Sorrek apo ndoshta edhe Kosova troja shqiptare, do të thonë nuk kemi lokalista, ne jemi zëmbërgjërë dhe punojmë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës pa dallim. Kryetar, si është gjendja me ujë të pishëm në komunën e Soarrikës? Është furnizuar i gjithë rajoni i Soarrikës me ujë të pishëm? Në thonë të drejtën, çdo vit dajmë mjete për shtimin e sasisë së ujit të pijes. Kjo kompetencë i takon Hidroregionit, është një kompani shtetërore që jep llogari Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, por ne sidoqoftë vazhdimisht kemi memorandume të bashkëpunimit me Hidroregionin dhe dajmë mjete. Momentalisht kemi dhënë mjete tash për rrugën në një rrugë që kemi me shtusasin e ujit në fshatin e Soarrekë. Do ta furnizojmë edhe një pjesë hymja që shkon për fshatin e Peçan. Ne ashtu kemi shpallje të ndër për ujësias në fshatin Slapozhan. Kështu që kemi 2 puse të reja domethënë mishku me këshyra ka ujë sasi për fshatin Nishor, po vazhdimisht dajmë mjete, mirë po kompetencë plotësisht është në kompetencën e Hidroregionit. Kryetar, për ndërkaq gjendja me rrugë, sa është punuar që të ndërtohet infrastruktura në komunën e Soarrikës? Ju përmendet një nga rrugët kryesore që ju tashmë keni përfunduar, mirë po këto rrugët tjera keni arritur të implementoni sa i përket çështjes së infrastrukturës rrugore në komunën e Soarrikës? Jo, nuk kemi e Soarrikës, është mirë natë me tru mbrëmje, edhe me të shumë fshatet Soarrikës, të kemi thonë që nuk kemi në Soarrikë, nuk kemi në Kosovë, po jemi dikun përëndim. Ne krahas kemi punu edhe në shtetë në përfshatra, nuk kemi ndalime, po është bërë një punë shumë e madhe në përfshatet e komunës Soarrikës. Po në fundit do të fillojmë lidhjen e fshatit me fshat, që kemi lidhë shumë fshatra, po kemi edhe 5 rrugë, që çdo fshat është lidhur me fshatra të tjerë, dhe kështu që shkurton rrugën ose mos me kriju të llovi në qytet në përfshat. Një punë goxha e mirë, pra kryetar, keni arritur që të bëni shumë ndryshime në komunën e Soarrikës, mirë, po dihet se nuk po kemi konstituim të kuvendit të Kosovës, ndërkaq ka mbetur një buxhet i Bashkimit Evropian që është dashur të ndahet për komunat e Kosovës i ngujuar, mbetur peng për shkak të kësaj gjendje politike të cilën jemi. Si e shihni juve e gjithë këtë kaos politik, të themi? Po lidhna pak me parë, me ditë se sa është punën Soarrikë, nuk është mirë me vetë kryetarin e komunës, por është mirë me vetë qytetarët, pa dallim në ato.
Jo, neve kemi marrë komente goxha shumë nga qytetarët sa i përket komunës së Arikës. Sa i përket puna e konstruimit parlamentit, me të vërtet jemi me një kohë që me thonë pa kohë, për mua po foli tash si qytetari ose sekretari i komunës, kjo nuk kisha pas dëshirë me ndodhë në asnjë vend, po jo me stvorim në Kosovë, për shkak mbi 30 seanca ose mujt më zgjedh institucionet domethënë më të larta të vendit, kryetari i parlamentit edhe në kryetar, kështu që kisha pas dëshirë që tulen gjitha partitë politike, liderët tulen bisedojnë dhe të dalin kritik gërshi politik për arsye se kjo shkon në dëm të qytetarëve të gjithë pa dallim. Edhe në kohën ku jetojmë, jemi të humbur kohë, ne do të më shku përpara, do të kemi organet jo vetëm institucionet e Republikës që janë parlamenti, por edhe qeveria të vazhdojmë me punë pasi se është periudhë një blokadë që nuk është e mirë për qytetarët tonë, edhe në kohën ku jemi të jetuar, duhet kemi kujdes se këtë vend të falendru gjakën e dëshmorëve të herojve, ne të jesëm këtë kohë pa kështu nuk më do këtë për veti për foli jo mirë. Ja, kryetar, mirë, po ky buxhet i ndalur, sa projekte ju ka ndaluar juve që t'i realizoni? Po që tash projektet ne ju dini që buxheti me një komunë ka kalu vitin e kaluar shtator për këtë vit, e kemi problem që këtë mirën mjetet na jesëm punë të fillojnë, jesëm gjysë pa kry, po si do të qoftë do të mundohna këtë vit të përfundojmë gjitha punë që kena pas me plan program, do të mundohme me marrë pjesë mjetet tjera dikun tjetër, s'ku me një lloj nga donatorët, mirë po projektet do të vazhdojnë dhe të kryen këtë të në fund vitit që shënë të raponin plan në program. A ka donator të gatshëm që t'ju ofrojnë ndihmë kryetar, a keni hasur në mbështetje të donatorëve? Është interesant që sot të japë një lajm sot dhe veç e firmosën në 2 marrëveshje se vlera është 1.5 milion euro. Ndërtojmë 20 shtëpi për familje skamnore ku komuna jep 100.000 euro, shoqata e jetimat e Ballkanit japin 500.000. Domethënë për një shtëpi që vlera është 30.000 euro, komuna jep 5.000, shoqata e jetimat e Ballkanit japin 25.000. Është një projekt shumë më rëndësi e objektit e zjarr fiksa, po startojmë sot e firmosëm një marrëveshje ku vlera është 850.000 euro dhe 250.000 euro pagun komuna, 600.000 euro pagun shoqata e jetimat e Ballkanit, për arsye se për mu herojt të pasueshtarëve në Kosovë janë zjarr fiksa që duhet të kryejnë kushte më të mira pasi që ata janë shërbim qytetarëve 24 orë. Vërtet, sidomos gjatë periudhës së verës kur kemi edhe probleme me zjarret. Ose me thonë të tre drejtën keni për shembull kompanitë tona që kanë ndërtuar objekte në komunën së Arikës, kemi kompaninë Mifail Gashi që kanë ndërtuar objektin për persona me aftësi kufizore me standarde europiane që vlera është diku 500.000 euro. E kemi Valen Vatën, një kompani tjetër e cila ka ndërtuar objektin komplet për sindrom Down dhe autizëm që është vlera prapërisht 400.000 euro, ose Valen Vata ka ndërtuar komplet qerën e fëmijëve në Sarek. Kemi kompani që ka ndërtuar rreth rrotullimit të Sarek, kemi kompani që ne ka pru shtyllat, ka porositë në Itali ku kanë vendosur këta komunën e Sarekës, kështu që kemi mjaft donator nga komuna e Sarekës, pa çka është me rëndësi me cek. Këta donatorë asnjëherë nuk kanë konkuruar në punë me kryen komunë, e nuk ta kanë kryer këtë punë vetëm për interes qytetarëve. Ja, kryetar, gjendja në shëndetësi në komunën e së Arikës si qëndron, a keni arritur që të mbuloni të gjitha kërkesat e qytetarëve në komunën e së Arikës sa i përket stafit shëndetësor, po ashtu edhe infrastrukturës ambulastike që bëhet në komuna? Që, më thonë të drejtën është një befasi në komunën e së Arikës. Kohën e fundit, do më thonë, jenë të ndërtu qendra të mjekësisë familjare në për fshatrat që i përfshin numër më të madh. Shumë shpejt shohat qendra të mjekësisë familjare në fshatin Gjinot, se është e re me standarde komplet me pajisje. Shumë shpejt presëm e kenë bogatë edhe qendra në mjekësisë në fshatin Stonçan. Vitin e kaluar kemi shumë në fshatin Duel, para 2 vite kemi shumë në fshatin Mushtisht. Kemë furnizuar 5 fshatra janë të furnizuar me laboratorët e biokimisë që nuk kanë nevojë qytetarët, disa fshatra marrin shtet. Një ashtu kemi në disa fshatra që punohet me 2 ndrime, qendra mjekësisë familjare punohet me 2 ndrime, punohet në fshatin Duel, në Bukashë, në Stonçan, kështu që e kemi çka është me rëndësi një rësim komunës së Arikës, se kemi 2 ekipe të mjekëve të infermerëve që bëjnë vizita në shtëpi, njerëz të moshuar, japin ndihmë në parë, japin infuzione, i kontrollojnë, dikon kryen mbi 500 vizita në shtëpi, kjo është e mirë që të dorë ndihmë njerëzit që kanë mbetur domethënë në shtëpi të komunës së Arikës. Ja, kryetar, një arritje goxha e madhe që gjithë përfshirja e qytetarëve në shërbimet shëndetësore, po ajo që do të kisha dashur me ditë për fund është a do të kemi edhe një mandat tjetër në komunën e së Arikës, a do të konkuroni në këto zgjedhje që po na vijnë? Kuçani, në rënd parë për më bë kryetar vendosin qytetarët, ata vlerësojnë punën tonë. Unë respektoj të gjitha partitë politike që garojnë në komunën e së Arikës. Në fund ne jemi partner politik, është një garë.
në fund fiton ai që merr besimin e qytetarëve, kështu që presëm me 12 tetor me vendosë qytetarët e komunës tonë me vlerësu punën ose me ndëshku punën. Pra ju do t'jeni edhe në një kandidatur të re në këto zgjedhje të ardhshme, apo jo kryetar? Po, vetëm e kena shpallë kandidatuar, nëse marrë miraklimin nga organi më i lartë, nga Këshilli Drejtues, e startojmë me punë, mjetin kohë, përgatitim të fushat për muajin shtator dhe kështu që kemi një garë shumë më rëndësi të punës së regës në muajin tetor. Në një është rasim i ru sukses zgjedhjet që garojnë për kryetarët e komunës, e drejt e çdo partie politike është me garu, mirë po gara zhvillohet fund, kështu që ju uroj në të fiton më i miri. Neve shpesojmë ashtu, kryetar, faleminderit shumë që gjeti kohë që t'jesh pjesë e Infodesë në ndash të gjitha të reja që kanë të bëjnë me komunën e Soarekës, e ne ju mirë presim herave tjera në studio që të flasim edhe më gjatë se për këtë projekteve të ndryshme që kanë të bëjnë me këtë komunë. Faleminderit të juve, një ditë mbarë për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë. E neve të ndëruar shikues të Infodesë do kthehemi në studio për të folur në lidhje me gjendjen politike në vend, të gjitha ato që kanë karakterizuar Kosovën këto ditë, pra patëm një intervistim të zotri Besnik Bislimi në prokurorinë speciale, po për këto dhe shumë detajet të tjera që ndroni me neve.